Faleminderit Naim, zonja dhe zotri, në tapetën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe juaj në ODN. Ishte ditë me shitë tori. A gjethet sa fillun me ra. A ditë shumë të prita, por ti serdhe ma. Një tekst melankolik. Po, i shkruar nga unë në realitet. Nuk është se kam përjetuar vetë, por sigurisht se neve artistët, gjithmonë i përjetojmë edhe i vëmë në jetë emocionet e të tjerëve. Një këngë e orkestruar nga Fatos Canolli, edhe sigurisht muzika është e imja, mbetemi aty. Këngë e bukur, këngë pikrisht e kësaj periudhe, akoma s'kanë fillu me ra gjethet, mirë është, po mundohemi tash me dhunë me mbajt atmosferën. Në studion tonë ende s'kanë atmosferën e ngrohtë. Mirëmbrëma të gjithë, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Jeni bashkë. Unë pak me zërë të në gjirur, nuk e kam pritë që mund të më godas kështu kë grip apo kë virus i kombinuar, e kam kalu kejt në për rrugë, por me gjitha të zërin pak ma ka prish, mos prit një sonte të këndoj shumë furi shumë e... S'ki nevoj se këndoj unë, këndon ti, po mirë, janë nise veç. Dhe kemi shumë qatë bukur sonte, dhe kemi një qasër të veçan, jemi krejt akoma në kohën e zgjedhjeve, unë e thamë kur kemi zgjedhje kemi fest, do të jemi të lumtur sepse në Republikën e Kosovës realizojmë zgjedhjet tona. Oponenca sigurisht se sjell edhe kundërshtie dhe përplasje, por mendoj që gjithmonë duhet të mbetet në nivel të asaj kush çka ofron më mirë dhe kush çka e bën më mirë. Në jetën e përditshme, kjo jetë e sheh këtë glamur që është realizuar, është rezultat i kejt atyre që kanë ditë. Dhe më thonë, to drita, këtë dritë Nikola Tesla. E kështu, plot gjërat të tjera, na i kanë sjellë shkencëtarët të diturit. Do më thonë, në jetën e përditshme, duhet të udhëheqin të diturit edhe ata që muin. Se ka që din, edhe duan, edhe ja dalin. Po ka që dojnë me ditë, edhe pak s'dojnë, edhe sun ja dalin kur. E bukur është që neve t'i zgjedhim njerëzit më të mirë. Dilni me votu, çka është më kryesorja? Dilni, absolutisht. Votoni, edhe në mbrëmje për cilni rezultatet. Do të kemi humor, do të kemi këngë, po do të kemi edhe musafir të veçantë në këtë mbrëmje që në realitet emisioni ynë edhe mund të jetë akoma në brendësi të fushatës. Kështu që ndiqeni ODN-in e sontëm sepse keni gjëra shumë të bukura. Pa humbur kohë. Mos humb kohë duke thënë pa humbur kohë, sepse unë sonte jam e veshur nga duart e arta të Dianës, e gjeni në Suharik, Diana Fashion. E gjeni edhe në rrjetet sociale për këtë mrekulli që sonte e ka bo për mua. Diana Fashion, dhe gjithashtu do doja të falenderoja pafundësisht zonjën Selvete, kodra e trimave në Prishtinë, e cila përkujdeset për dukjen time flokt, kaqurella lelle, kaqurella. Po bukur. E shihja kamerën që po jetës drejt në po ecni një herën e për këtë trup kështu të... Letja japim radhën atyre që na sjellin gaz e lumturi çdo javë përmes satires, metaforës, alegorisë, mbi të gjitha humorit të tyre, shpirtit të tyre artistik, Dada Hyr dhe Kulja. Mërmama. Syni keq më s'ju po. Sa merë mësysh, qaqjo. Naem qëshje naem. Qëshje noj? Hamë që të zemra, që në knaj shtut në me bota mëni nga mjetë kërqys. Ty be, zemrat her po janë, hes po janë, po nështë. Qa me bo? Po neve në rotë të themrat, që ka thonë zemrat. Po di zemrat tona të vësasaj s'kin punë në erë. Nuk të krejtve. Oj, hyra Allahile qëshje? Ty besi e mërkurja, as kënej, as anej. E ty? Pa gjidja. Pithom këti temet. Bura, qysh bradin që so kuh ka kalu s'ma ke thonë një fjallë romantike. Këraj, shpirti jam, ti ma nëzin zamrën gjithmon është përreti jam. Sa shaklim për duk na unë e tyja? Qëra i jo ti shumë mirë, Ky jam i tha, oj gru,
Tha që të dit a je bo si temperaturat e ojrit. She. A di unë kështu me krenarit, thonë, e nëzit jo ma, a e nëzita? Jo, tha je bo e padurushme. Që ku po të livrit, disa? A po livrita? Mirë që po livrit? Qyre, a di që s'ka? Ma si ka qa me livrit. Bile mikrofoni. Që shtu ka i herë të e prek. A di që s'ka ma mirë se me prek edhe me të livrit. Jo, po të mikrofoni për vreko i mote. Po. Edhe? Ka thonë që e padurushme. Po dhe më tha e padurushme. Mirë të ka thonë. Po, se? Se na burat janë ma durushme se na gratë. Nime? A e ki pa, kur t'ullmi na, s'mujna me nejtë, që mi me njerë me bo diqka, s'na renë. Po, qashtu e? Ata ullën e rinë shtet, e të mirët me ditë mujnë që ashtu me duru. A në unë jënë që ajo femna, që ajo gruja, mas cilës, punëtort e ndërtimit u tranëshin mas me e bre. Për i me a? Bësar që ka lejsha do ishin mu tranu me 1 milion. She. Deri sa në fund vendosa më s'mja u dridhë shkallët. Ja, mu kjo jam i po më bënë shumë nërmes. Pse? Shumë bere? Për dit, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom. Je i thash, jetë më shku nerva. Pa më falë zë të rëte për shpia duhet tha mu fshi. Unë grashë, bravo të kohë, bravo. Përve, bravo të kohë. Ngëm, edhe unë e kom vendosë mi bo punë të shpis. Ama të bura vjut grave. Edhe? Për gjithë ditën për i, për këqyri televizor dhe për lezaj gazet. A nja për mënësh? O, zotë sa shtirish. Se ma të shtirë kur nuk kom përjetu. Veç kom vendosë, kur vendosi, u kry aty. Ama dhe një sen dhije, që dhe sa të vendosi unë për shambull, duhet me pas këgja mëth. Që ta mëth, Allah i këtë që ati që ka shpik shëllën e vetësis. Kujna mëthën, s'ja ka mot, a ketve ta ma një vjetë. Valla, e një me, jëm të apliku për ansamblista, do një me më votu mëre. Po! Posh, zutin adhe me politik dënë më marë. Po qka më nëshë mëritimi u premtu njerëzve? Mëj me u premtu hamamin e hyrës. Qysh? Qashtu mirë, shkoj marë që të pari që duhem një epë ata, e maraj një hamam të vëgël. Edhe kush vjen me mua në koha me lyp, diçka për me, veç ja bëj shkan hamam temin që atje. Ja që ata mënës, ja pa. E qyre, komu munu edhe një sen, komu munu me bo. Që shkum janë në përdugoja, ma mos me konë si kur shkum janë në muze. Qysh në muze? Po qashtu, hece, këqyre, mos prek kur gjo. Ha, ja, që ata së mënësh me bo. Veç një sen, po, një mënësh. Kur dalim, me lyp kafe 5-1. Dhe 5-1? Tomël, shëqer, pasurdin e Wi-Fi-s edhe adaptirin e telefonit. Ko më munu? Veç, dije edhe një sen. Qka? Se kërejt dhe s'ju pëlqen se si e perfekt. Unë për thëmë, unë e bashkë që këtë gjykë se jam vetë. Ta? Nuk kemi nevoj të jemi perfekt që t'ju pëlqejmë të gjithve. Mjafton të jemi special për dike. Natën e mirë! Jemi në qire në spektaklin tuaj, jemi këtu me Odon. Në Odon kanë folur gjithmonë në radhën e parë, në sheshin e fjales e mire, këngës e bukur, që në pelazginë dhe i lirin e vjetër, ata që kanë ditur, që kanë pas, qëfar për të thënë e për të dhënë. Sonte vjen një tillë në kuadër të akoma të fushatës për zgjedhje, e cila në realitet brenda këtë mundësive të saj ka thënë shumë qka, por vazhdon të bëj këtë edhe në vazhdimësi. Ajo është profesoresh, është ekonomiste, është një grua
e zonja, mos ta lëvdoj shumë se pastaj keni me thonë për çfarë, let mbetet befasia për ju, për ne, për të gjithë profesor doktor Fiknete Bejta. E Fiknete, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kryeqyteti që s'ndalet. A bukur shishtu. Manhattani, gumzhin, është dinamik, e thojnë kryeqyteti që jeton 24 orë. Mirë, kryeqyteti që s'ndalet. A ky është slogani juaj këtë vitën? Po mendojmë që dominon. Po mendojmë që kryeqyteti s'ndalet sepse një qytet që nuk ndalet se jetuare, ai do të zhvillohet edhe prej sot dhe nesër mund të ndryshoj hap pas hapi. Prishtina përtej do të thotë që përtej atyre premtimeve, ky plani është që kemi të i kalu premtimin e vitit 2021. A është kjo fletushka juaj? Fletushka me punët e bëra dhe ato që presin të bën në vitet e ardhshme. A me punët e bëra dhe ato që presin? E paski bosh shumë bukur, absolutisht, unë besoj që qytetarët veç e kanë, tash veç jemi ka funi, e kanë në dorë. Po, shumica e qytetarëve të Prishtinës veç e kanë marrë në dorë dhe e kanë trajtu. Edhe i kanë pasë, zakonisht kur bisedojmë, qa keni bon? Me po me të lanë me folë, kisa dush. Fillojnë me të sulmu me një herësiu se keni bo qëton. Po do t'i bëjmë në të ardhme, na? Në këtë fletush janë mbi 1000 projekte që janë zhvilluar dhe janë implementuar në Prishtinë, edhe shumë të tillë që janë proces. Do me thonë Veshin këto 4 vjet apo në mandatin e zotit Rama, kryetarit përparem Rama. Mbi 1000 projekte? Mbi 1000 projekte që janë zhvilluar në tërë komunën e Prishtinës. Infrastrukturë, arsim, shëndetësi, bujqësi, në tëra sferat e qytetit. I ke thani gjanë shumë të madhe shikuesit tonë. 1000 projekte. Edhe qytetarit Kosovës, 1000 projekte. Ju jeni profesoresh, dhe më vjen shumë mirë, dhe kam dëshirë ta potencoj këtë, jeni profesor, doktor në lemin tua, jeni ekonomiste, po dhe një grua që garon politik. E tash, cila prej këtyre 3 ftyrave është me forta tek Fiknete Bejta? Të netja të njohin më shumë, Po. Unë mendoj që trijat e plotësojnë njëra tjetrën, dhe asnjëri profesionimi tash kushtimisht po them, nuk mund të pat njëri tjetrin. Profesoresh ndina mirë sepse ka mësuar të dëgjoj dhe të respektoj mendimin ndryshe, por edhe të jap kontributin nëse ka argumente për të ndryshuar, ndërsa si politikane mendoj të jem racionale në vendimet që marr, ndërsa si ekonomiste marr vendime të drejta për të mirën e përbashkët. Me bazë shkencore, se qatë e ke vetë krije. Dhe do më thonë që e komplementojnë, e plektojnë njëra tjetrën, dhe po besoj që me jepën fuqi edhe si grua në politikë, po edhe si politikane në vendimarrje. Nete, je dëshmu në këtë lëmi, sidomos në ansamblenë, nga zërat më të dëgjuar kështu, jo nga dëshira ime, të kam dëgjuar kështu në... Po, 2 mandate keni qenë, apo? Po, kjo është kandidatura për mandatin e 3. Tash ambicia, përgjithësia, apo dhe pakinati që disa gjëra s'po bëhen si duhen, të ka shty të garosh edhe këtë herë? Jo, në mendoj nuk është asesi, nuk është inati, po është përgjithësia, sepse shpesher ne mundemi lirë shumë të kritikojmë për një punë të pa bërë në qytet, mirë po nuk jemi në gjendje me kontribu në mënyrë aktive për ta ndryshuar atë, ose për ta realizuar një veprim të vogël që mund ta ndryshoj atë gjendje. Ndërsa unë kom pa që është më drejt dhe më rrugës që t'jem aktivisht dhe të veproj, të ndërmarr masa për të ndryshuar atë realitet ose një gjendje që më pengon, një proces për ta ndryshuar gjendje realitet për të mirën e përbashkët ose për komunitetin ku jetoj. Kjo mendoj që është një përgjithësi që në formë ma të ndryshme, dikush si qytetar aktiv, dikush si asambleiste, dikush si vendimarrës, në forma tjera mund të kontribuojmë duke bashkëpunuar për të mirën e qytetit. Po të kishte një slogan që përkufizon, që përmbledh Fiknete Bejtën, netën, si njeri dhe politikane, cili do t'ishte ai? Mendoj edhe kështu më gjykojnë që flas pak po punoj shumë. Dhe mendoj që puna nuk ka shumë nevojë të flitet për të, por rezultatet tregojnë me kohë dhe japin ato mendimet edhe feedbackun e duhur në jetën politike dhe në jetën e përditshme.
Si është kështu të jesh politikane në Kosovë, në të njëjtën kohë je profesoresh, je aktiviste, a ja vlen barra që ranë? Mendoj që është sfidë, mirë po tash dikush ka vullnetin të mirët me të dyat, edhe si profesoresh, edhe si familjare, edhe si politikane, mendoj që si cila për se cilën mund të jetë e ndërlidhur dhe prandaj ja vlen, sepse nëse kemi një qytet ose një shoqëri më ndryshe, qoftë duke të kontribuar një copës në vendimarrjen e këtij qyteti, atëherë besoj që është një faturë e paguar mirë. Edhe ja ke dalë. Po, besoj që nëse do të kishit mundësinë ta ndryshoni një gjë vetme, në Prishtinë, brenda 5 muajve, cila do të ishte ajo? Po mendoj që infrastruktura në periferi është domosdoshme të ndryshoj, sepse janë për të mirën e qëndrueshme për një qytet të jetueshëm në të gjithë hapësirën e komunës Prishtinës, mirë po çka më bën përshtypje një ndryshim radikal dhe që do të ndikonte edhe në karrierën e grave është që do të ndërtoja më shumë qerdhe në mënyrë që të kemi gjithë përfshirje tek moshat 0 deri në 6 vjet, sepse po mendoj që gratë po pengohen të zhvillohen karrierë dhe të jenë të pavarura në këtë kohë, sepse po duhet të jenë të angazhuara për fëmijët e tyre, e mungesa e qerdheve ka penalizuar familjet edhe në kushtet e tyre, sepse ju e dini që kostoja e qerdheve private po është e papërballueshme, edhe pse zoti Rama e ka implementuar një zotim të tij për subvencionime e qerdheve me 70% në qerdheve private, mirë po kjo nuk mjafton. Jemi në zotimet e ardhshme që ta përfshijmë sa më shumë qytetin me qerdhe të reja, mirë po këtë nëse do të ishte në domenin tim, do të varet prej meje, do ta ndryshoja për 6 muaj të ardhshme që të kemi qerdhe në të gjithë qytetin e Prishtinës, në qoftë në zonat periferike dhe në qoftë ato qendrore. Se na gojën plotë kemi për barazie për kështu, po kur duhet me i shiku fëmin? Në mentaliteti që që do merr kohë për ta ndryshuar, gjithmonë sakrifikohet, edhe ligjin e kem diskriminues në këtë aspekt, sepse ligji i Leonis në Kosovë nuk e parashe që edhe baballar të kenë atë pushimin e Leonis, kurse që e kanë në perëndim. Prishtina shpesh shihet si qytet, është i goditur shumë, i lodhur nga politika. Si do ta bindjeni të ri, se jeni edhe profesoresh, keni punë me të ri me student, që nuk voton fare të besoj tek ju? Është e vështirë të bindet sot njëri, sepse është edhe kërkues në argumentim, mirë po unë do t'i thoja mos votoni profilin tim si politikane, po bindjen dhe idetë që i kam, idenë që përfaqësoj. Tek kjo më kapi, jo tek logot e partive ose numrat, po tek bindjet dhe idetë që i përfaqësoj, edhe që i kam përfaqësuar në të vitet e kaluara. Edhe atë që përfaqësoj tek si vetë. Shumë flasim për Smart City, qytetin e mençur, por qytetarët duan Simplicity, ku me trotuare, me drita, me uje, si e shehti këtë kontrast? Unë mendoj që janë të ndërlidhura, edhe ndriçimi edhe kanalizimi dhe energjia elektrike nuk mund të bëjnë pa Smart City. Ju e dini që në këtë mandat jemi duke implementuar projektin e Smart City në një masë të madhe. Kemi digitalizim të shkollave, kemi kurrikul digjitale, tabela të mençura, pastaj disa informata që jipen për qytet, për informatat të domosdoshme për qytetarët, mirë po është një fazë që është implementuar afërsisht deri në 30%, e 70% që është shumë e rëndësishme dhe që ka mu dukt më shumë edhe ka me ndiku në jetën e qytetarëve është në mandatin e 4 vjeçar. Në këtë Smart City mendoj që ka të bëjë edhe me shembull itinerari i lëvizjeve të trafikut urban. Qytetarët e kanë shumë të lehtë edhe kur presin autobusin, sepse përmes teknologjisë informative mund të dinë sakt edhe sa vjen edhe stacionet edhe lëvizjet. Domethënë ka shumë prej tyre që janë domosdoshme, mirë po ne kemi edhe urgjencë këtë ndërtimin e infrastrukturës nëpër qytet.
Edhe në fshatra, normal, si e vetëm qytet. Se asnjëherë kur kemi fjalën për qytet nuk e përjashtojmë edhe pjesën rurale të Prishtinës. Është bëhet kjo numri fshatrave dhe emrat e fshatrave, se sa i dim qoftë edhe pretendentët për kryetarë dhe si e përjeton faktin që shumë politikanë dalin para zgjedhjeve, po pas zgjedhjeve zhduken nga qyteti dhe po du me të ngacmu, çka ju garanton që do t'jeni ju ajo? Jo, ju garantoj që në bazë të asajt rezultatit që unë kam qenë e pranishme në teren, kam qenë komunikative me qytetarët dhe direkt e ndërlidhën përmes shasjeve me ta, besoj që edhe në 4 vitet e ardhshme nuk do të ndryshoj, sepse kjo shprehja e 8 vjetëve nuk besoj që do të ndryshoj dhe nuk do të pësoj ndryshime në 4 vitet e ardhshme, por mendoj përmirësume edhe më shumë, sepse konkurencën e ka me vetë vetën, edhe nuk jo me suksesshme nëse nesër nuk jo me mirë se dje. Sa i përket fshatrave, 42 fshatrat e Prishtinës janë shumë të rëndësishme për kompleksin që e përbëjnë Prishtinën. Unë po mendoj që Prishtina ka shumë fshatra të mira, vetëm duhet të zhvillohen. Ju e dini që në këto 4 vitet kemi zhvillu përmes donacioneve ndërkombëtare një master plan për turizmin, dhe mendojmë që fshatrat e Gollakut ta zhvillojmë këtë pjesë të turizmit. Vikendin e kaluar ishim në fshatin Shashkoc, që është një fshat i mendoj që i shkëputur nga qyteti i Prishtinës, por me një traditë dhe me një relief shumë të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. Mendoj që do t'jetë i njëjtë sikur fshati Kukaj. Fshati Kukaj para një kohë ishte një fshat i harruar me një varfëri të madhe, por sot është fshati më turistik në Prishtinë dhe po mendoj edhe në Kosovë, sepse atje kanë arritur disa inovator ta ndërtojnë një festival tradicional që bëhet për çdo vit në muajin Gusht. Profesor Fadil Hysaj që duhet ta falenderojmë. Absolutisht. Dhe po mendojmë që secili fshat i Prishtinës mund ta ketë një specifik për zhvillimin e turizmit, sepse Prishtina mendoj që përveç jetës së natës që ka të mrekullueshme, mund të ndërtojë edhe pjesë tjera të turizmit, si skijimin, zbavitjen, kalorësimin që veç është zhvilluar në pjesë të Prapashticës edhe një pjesë periferia nej. Ka shumë të mira që mund të zhvillojmë, por me kohë edhe përmes implementimit të këtij masterplani që e ka zhvilluar kabineti zotit Rama. Këtë kalorësinë që përmendën në Prapashticë, ka sollat e zonave, po quhet restorani, ja? Po, një kompleks shumë i mirë që e ka begatuar atë vend. E që duhet trokasim, absolutisht. A je aktive në rrjetet sociale dhe tash a mendon se laikat ta fitojnë votën, apo qytetarët e dallojnë se kush flet para kamerave edhe kush çka punon? Jo, unë mendoj që puna më shumë t'i tregon rezultatin. Laikat nuk e di, unë nuk jam shumë e dhënë pas rrjeteve sociale, edhe pse i përdori për të komunikuar dhe të pasur një qasje direkte me qytetarët. A ka ndonjë gjë të padrejtë që është thënë për ty e në politikë, nëse është thënë çka keni dashur të përgjigjeni për këtë, po nuk e keni bën? Kur i kom hyrë për jetës politike, kam një koment prej nënësime, thoj ke që politikë janë 2 anë të medaljes. Një anë disa 50% mund mos më pëlqy sepse të shohin si rival në politikë, e një pjesë tjetër të pëlqejnë. Mirë po një akom lonë kohës, edhe çdo e thënë e pa drejt ose e pa vërtet ndaj meje, me kohë del edhe në pajo e vërteta, dhe kështu po besoj që me kohë zbulohet kush është edhe cili qëllim është i netës. Me që përmende nanën, edhe babën Mehmetin, një doktor shumë i nderuar, që ja ka dhënë krejt jetën këtij vendi, që jeton në Zvicër, doktor Sali Sefa, ka shkruar një shkrim shumë të bukur një ditë për prindrit tuaj, dhe unë i duhet t'i dur trokas 2 prindrit tuaj edhe doktor Sali Sefën bashkë. Faleminderit. Në 35 vjetorin e ordinancës që kemë pasur, ordinancës ilegale të Qeverisë Republikës Kosovës në atë kohë, doktor Sali Sefa kishte sjellur disa kujtime shumë emocionale për prindrit e mi, ju ka bën më përgjithse, edhe pse të them drejtën, më përgjithse për faktin
që aty në prindve duhet mjë shku gjurmave ty në atë pasaj njerëzores, patriotikës, atë që ta kanë dhanë në jetë? Po mundohemi të jem në ato gjurmë, edhe pse e në vështira, sepse këpucët e tyre kanë qenë shumë të mëdhaja, po besoj... Sa bukur, këpucët e tyre kanë qenë shumë të mëdhaja. Ajo ka penduar dhe njëherë që je pak tepër akademike për politikën, ato duket kështu? Apo spajtohesh se pastaj ata kolegët atje kush e di qa ju pëlqen apo? Apo mendoni që pikrisht kjo është arma jote më e fortë? Unë mendoj që kjo është pikrisht arma ime më e fortë, sepse çdo vendim që e marr me dije, në bazë dijes, kulturës që më ka sjellë zhvillimi akademik, dhe jo më racional në vendimmarrje, por edhe besoj që ka marrë vendime drejta deri më sot, duke u bazuar profesionalizmin dhe akademizmin tim. Kush është fik Nete Bejta, kur mbyllet dera e zyres? Me çfarë relaksohet? Çfarë e gëzon? Po jam një familjare mirë, ditë gatuaj, të lexoj, më pëlqen me qenë e përkushtuar ndaj familjes. Kam një përmbesa, motra, vëllezër dhe jam me ata gjatë kohës së lirë, sot ka mundësi që mundem. Ditë gatuaj, me çfarë shquhesh se po të zanë shere me nabone i flinë i ditë diko në prapashtit? Flinë kisha dosht me gatu sigur këta pjesa e deçanit, sepse kom po që ata e kanë ushqimin e plis, do me thonë e gatuin ma shpejt edhe më letë. E në agologët jem pak ma shtirë. Një nga një. Si e manë energji gjatë një ditë të mbushur me student, me ligjerata, me fushata, me takime, a kine i ritual të fsheta në Po buzëqeshja studentëve, arritura që i kemë, sidomos edhe kafja mëngjesit më mbush shumë energji. Kjo është një jetë shumë që më intereson edhe po besoj që është pjesa më e mirë e jetës time, që kjo pjesa me studentë, me buzëqeshjen e tyre, me të arritur atyre, kënaqem, çdo herë jam e lumtur për ta. Ti ke pas fatin e mirë se je ballafaqur në mësimdhënie me studentet. Në shkollë mesme s'ke dhënë mësim, ja? Një pjesë, po 5 vjet në gjimnaz në shkollë ekonomike, Univerzum ka qenë kolegji privat. Aty e kam filluar karrierën si mësimdhënëse dhe besoj që kam përfituar një njohuri shumë të madhe prej stafit të kolegjit Univerzum. Po nëse një fëmijë ju pyet se çka është politika, cila do të ishte, si do t'ja shpjegonit me fjalë të thjeshta? Unë e konsideroj edhe kjo do të ishte një shpjegim shumë i qartë për ta, që politika është veprimi për të mirën e përbashkët. Kjo besoj që është të mendosh edhe të realizosh punë të mira për të përbashkëtën për komunitetin. Politika është veprimi për të mirën e përbashkët. Shumë bukur e thënë në me përmbajtjes. Në herë sloganet i përdorim shpesh herë me godit, me zgju vëmendjen, me kthy vëmendjen e kështu, po shumë bukur e thënë. Unë kam dëshirë që politikajt, politikën, partit politike t'i quaj gjithmonë vlera kombëtare, absolutisht. Pavarësisht që shpesh herë bëhet diçka gjatë rrugtimit edhe oponenca sikur goxha me pa pardon i zhlyn këto vlera për mua është vlera fillestare për nga pastaj e qeverisim shtetin, vendin, jetën tonë, progresin e gjitha. Kam pas dëshirë të të ftoj me të suportu, sepse absolutisht e meriton, si profesore, si doktore, si ekonomiste, si femër shumë e zonja, edhe kënë fund të dhe si vendose jemi, se së në fshehin që jemi të prapashticës bashkë, prej fshatit më të bukur, ja kam thënë edhe Blerta Kadriut, se fol për fshatin më të bukur, kështu po për fund do të doja të të pysë edhe diçka, që të mos lodhe se ke shumë punë këtyre ditëve, po nëse të dielin me 12 tetor e fiton mandatin, kush do t'jetë ai të cilin të parin do t'a telefonoj? Po besoj që nipin tim, ajo është votues për herë të parë tash, edhe ka marrë këgja me stres këtë garën time, pe vrej që po është shumë i kujdesshëm, po më rrinë gati në agjendën, postimet, është djali Lulit? Po, djali Lulit. E ka emrin? Erti është student i vitit parë për teknologji informative, e kom vrej që është shumë i ngarkum me çka po ndodh me rezultatin edhe këtë.
të pashin shumë dhe i dëshirojnë shumë suksese. Këtë ishte kënaqësi që të thamë. Faleminderit. Kisha dëshirë ata dëgjojnë prej gojës e një profesoreshe kushtimisht pak nga të gjitha në një moment kur veten tuaj po e vën në sprovë ke vën për shumë vite, po vazhdon ta vësh në sprovë, po krejt në të mirën e vendit. Faleminderit. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë të jemi bashkë në një emision. Faleminderit shumë. E udhëheqim në të ardhmen bashkë një emision. Faleminderit. Faleminderit shumë. Jemi në shkak në tuaj, jemi në session e kanë të mirë kanë të bukur. Në Odeon kanë folur gjithmonë që në Pellazgjie, në Ilirinë e vjetër, njerëzit e ditur, njerëzit e shkencës. Ata që kanë pas çfarë për të thënë e për të dhënë. Radha e parë kanë bërë pyetje, radhë e tjera absolutisht kanë dëgjuar dhe mësuar nga këta erudit të kohës. Sonte kemi fatin e mirë e të rrallë që të na vi përsëri një erudit, një profesor i nderuar, një personazh shumë i veçantë që i ka dhënë këtij vendi në çdo moment të jetës së tij, dikur absolutisht edhe sot një emblem e jona e bukur e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë. Ajo është profesor doktor Osman Sejfia. Hajde, prof. Prof, mirë se Mjekësisë në stomatologji. Ke plotësisht të drejtë, mjekësisë dhe stomatologjisë, zguxon kush me ta harru stomatologjinë edhe kirurgjinë maksilofaciale. Harresa ose mundja ma keqe. S'kam qef më harru. Për nxjerr syzat? Nëse duhet. Nëse duhet. Për ndryshe, vetëm për me lexuj i përdor syzat akoma, profesor. Po, mujo e pa ato, kur janë gërmat më të mëdha, po kari i përdori. Kur të kam njoft për herë të parë vërtet si sot, në realitet, pak më i ri, ishte ai giganti që të kishim emblem kështu në fakultet mjekësisë. Vetëm të keqe keni pas që na dhëshin në mëskrimin me bëmë mërgu veç një herë. Po kisha qef më ju pa ma shpesh. A më na pa ma shpesh? Profesor, na kemi folë në emisionet e kaluara dhe është mrekulli që të kam musafir. Faleminderit për pjesë. Jeni një nga emrat që i kanë ndërtu themelet e kirurgjisë maksilofaciale, se stomatologjia ishte ndërtuar pjesë kështu nëpër, po fuzionohej në një fakultet, tyre ditëve ma e festuam me 50 vjetorin, por ju jeni një nga ata që vut themelet e para. Kështu, si ide, sigurisht ju kështë lindë që kur ishi studente, që kur ishi të nisë më u shkollu në këtë drejtim, po si ka qenë dita kur e keni hap, kur e keni promovu, kur e keni inauguruat? Në këtë botë në rasisht, po kur gjo nuk është rasishtme. Maksilofaciale, ku edini ku është vendosun, të 33-ën. Po? Ka me ta regullu veç mikrofonin pak, profesor, po. Meritor që jemi në ndërtes, prapë smujmet e kalu, profesor Musa Haxhiu Madh, s'do të folim. Kur flasim për Musa Haxhiun, japim duar trokitje, s'është më profesori madh, por është me veprat e tij. Gjithmonë do të jetë me ne në kujtimet tona. Për arsye se ai ka themelu stomatologji. Na ishim pa klinik, më shef që kuje Osman ka pas një konsiderant ndaj meje se une e kom pas si u vrëfys ata në profesion. Fash që është shtu, s'po kom repart. Qysh me bo, ku është maksila ka qene prapamën me hi derma. Po nuk shkoj ke fash... Atëherë dermatovenerologjia. Po, konvenoj ke objekti pëse aty ka t'i nakt për ato terapit me, që absolutisht i qmoj me nxemje, me rezidil solare. Fash po profesor nuk shkon një deg kirurgjike, për folën një ishin oftalmo dhe orëllë, nuk shkon me qëna që aty, adin qëna që aty a i kish... Mirë, arrëthimi është i gjatë se kemi biset... Domon, shkoj e bindi profesor një burë të malë, profesor Ulqinakun, dermës, Sim Dobrecin. Me më shupe... Profesorin e malë. Ata të ato pasin profesor? Po, tolerant. Edhe e sigurut venin. Unë e a qita synin me 11 mars.
Aja që të synin me 11 mars, Po sepse vitit 83, për vjetori demonstratave. Ditëlindja jam edhe. Edhe ditëlindja juaj, prof. Dhe të hojnë ona tjetër, po da se veja që të një prilje. Një prilje e ditën kërë që ishin brigadat punusem, e o dita rranë. Po. Une asa në jashtë nej, më 21 mars, dita pranveres, përshada gjithmonë është të rej Maksila, Sultani Nevruzi, ditë e Bektashive, që unë i respektoj. Sa i respektoj Bektashit, kërë më shku në Turqi, i kom vizitu vorezat e vlazit frashe që i kanë në atë pjesë erën këj më shku në shaj respekti. Sepse janë Bektashi ata. Mirë, profesor, ditë e bukur. E festuam, këtyre ditëve festuam për vjetorin. 50 vjetorin e stomatologjisë. Që kjo, ju në realitet ishë pregadit për stomatologi dhe kirurg maksilofacial në Beograd. Tash, shumë interesant se mbahani mend për nga studentet më të mirë atje, një krenarie jonja, po në Beograd në atë kohë, ke taku shumë njerëz gjigant, ke frekuentu me ta si Bekim Fehmiun, Faruk Begullin, Enver Petrovcin, unë po flasë për tatarët që i një, se ka pas edhe për plotë, Po, në atë kohë ka qenë Musa Haxhia në shkallë 3, ka qenë Zekria Canan, pas diplom Recep Qosja, kërësisht me këta. Kej dia, realisht. Realisht. Për Bekimin, një gjatë, dëmon, aja mënyra se i fengotat në atë filmin Mlefësit e Pupljave, është hina në alet e krejt akademive. Po një detalj duhet me falë. Në Beograd, në Dubrovnik mashin lojnat verore. Ka qenë shfaqa ma fund Jean Paul Sartre të egzistenalizmi, dur të përlyta. Unë kom qëllu, kom shku me e këqyrë. Bekimi ka pas të rënë mesatar. Jo epizodik, jo Lubat Adeqe këta të maj stevër, e po hypë, ajo konë pak jo komunikativ Jean Paul Sartre. Po hypë me ajo ata kanë pritu, o shku Bekimin. Vesh të ja ke qëllu, dhe më dy gjanat që e bërë në nështorë. Dhe më thonë, ta themi që të profesor, Jean Paul Sartre ka hypë në skenë dhe ja ka thonë dorën Bekimit, nga gjitha ta aktor, e ka thonë veç ti e ke realizu. Që ka komendu une. Këto figura më pas, më duket më të tira të universitetit tonë, që ju profesorët e mi, po bashkë me ne, studentve, i bom në për shtëpia, në për podrume, në për ku mundëm, në për ato mini klinika tuaja që edhe ju rezikonin e kështu. Në ligjerata shpesh herë ke marrë emra të njohur, e njerën nga ta një herë ke marrë edhe Bekim Fehmiun. Për mi u të regu studentve që si jemi vetë, jemi bashkë në këtë përpjekje. Unë në Beograd këmë shkollu, ka qeni libra, i fëshin lezimorja amerikane, ndikimi në atë do rrugën e njohën, Knjaz Milo, unë shkësha me lezu, e shkësha që ka përbënjë studentët të një. Fund çdo vitit, studentave ju bishin një njeri eminent. Dhe unë kom pru Bekim Fehmiun, Enver Petrovcin, Zekria Canen, i kom ma vonë herën tjetër, Fadil Vokrin, futbolit, kështu. Dhe më në fund vitit, në atë natën absolvente, mi të regu, mi pas një shembull, kështu ka qenë. Shembulli i fundit, dhe më po folë për 96-ën, Bekimin. Bekim Fehmiun. A ndjekim pak, sepse e ke rujt me shumë dashuria. Me qenë një me ta, pas keni pas në tije, spiko, edhe e këta gjeni, mund e dhe në pyjtje, vetëm pyjtje për një të zërë, se atë kemi të mund e dhe për të gjithë një nga një edhe në përqëllësi. Ardhmëria dhe bazë një shoqate, një të elementet kryesor është shëndeti për një shoqëri. Do më thonë, shëndeti, arsiemi, ushtria policie. Ju jeni ata dhe të parë. Tash urdoni, që ose keni qërë të shka të ty, Pa nota!
Kom qenë 10 vjeçar, në bashkë të kapë në vitin e Erdhanit. Baba i ndjerë në qonë të dentisti. Kjo ka qenë 1926. Kam qenë 10 vjeçar. Në futin të dentisti, i majsin basenëve, to kavera, 8 kavera, gani tata, edhe një tjetë. Një orë ka zgjatë në nxerja e gjashtë poshtë. Ka qenë dhëmbë me 3 rënëse, i treti është kapë si krepë peshtë. Mas 2 javë të thymja e rënës. I pa të premtu vete se të të bënë të tarë. Për me ndihmu njerëzve që me nëzirë të thamë pa dhimë. E tash, po e këtës, sa vetë për jush janë asi që kanë studiu që e ka 5, kushe të sa vetë, ju në duhet me qenë gjatë të teshin, gjatë në në shtatë venqit, shtatë të venqit, sa vetë janë ata që për shkak të dashuris, ndaj, të vëzën bastë të humanizmit, e kanë marrë të profesor. Në gjithë? Nuk që besoj. E kam në time, në gjerë, kur vendosa me u bërë Krist, e kjo që në moshën 15-16 vjeçare, ta kuku nonë, cirkus po të më bërë, ta që e ki zanatin e Saraqët, e kam zanatin e Saraqët. Vëllu doktor, ta pëse në më bë doktor, ta fiton pare gjithmonë një i sigur. Në vë thonë, erë për në vetë, kam zërë, profesor, momentet bukur ato, ideja, kauza është e bukur e juja, në mënyrë që qa kështë të shirë, mja u rritë vullnetin, shpresën, studentëve më shumë? Po, shqa, një popull nëse donë më shkatru shkatruaj arsimin. Ata mendojnë që në shkatru arsimin, aty kem tërgu në motivin, për kem pas mbështetin popull, se popull e kanë provimin. Se zakonisht lind shteti për në universitetin. Universiteti të na e ka lind i den, e ka mrujt, e ka që deri në qëtë. Na kena me bisedu ma tutje, profesor, atë më ndronë ajo periudhe rinis, ku përveç mjekësis që ishe ishkëlqyre e kështu, po kishtë edhe shumë arte, kulture, frimi intelektuale, të rallë. Jo, se gjitha tu i bajnë veti, i strehoj një fajl temë, në memorë, i firish sa, i ftoj. I fton edhe bashkë bisedon. I këtoj me shumë dashuri. Profesor, tash janë bo disa vite që jeni pensionu, po ju si jeni pensionu, po vazhdoni me shkru në vazhdimësi, bile ja këtu ku e kemi një pjesë nga kirurgjia maksilofaciale, libri që... Dhe orale, që pregaditet për studentet, me shumë bashkëpunëtore dhe me... Po, në më njën Tiranës, nëse do në mundë me ledzu veç hymjen, nëse sheni të arsyshme... Veç hymjen e këti... Akom, a lash atje. A nëse ke lon atje, e ledzojmë. E ledzojmë. E rëndësishme është që po e bëni. A pritet shpejt me në dalë? Po. Tash, ne i kemi do probleme administrative që ironike. Do më nënë si pensionist, si përfu, së mu që më qenë barsi libre, se në rektorat në kërkun falje para 2-3 dite. A shemis po mujka do më thonë veç mja leon nejtë? Jo, ata në bashkëpunëtor, unë bashkëpunëtor, fa që omëri që në zonë së të mi. E kje studentet tuaj? Fa profesor, më fa në abone zja, në ka arkesh me të thonë se sënë konkurën për titull libri të universitar, pse kur në i pensionu më fa. A qenë ka kjo? Më unë s'kom dhe kaljo. E po, si mja u lonë pastaj? Jo, do të bojnë. Rrugët zyrtare do të dalin në zonë të mi që kanë drejt. Jo, kur të botoj më ndrojmë emnat. Si për shekë sa zhvillimin e stomatologjisë, kirurgjisë maksilofaciale, të mjekësisë kosovare në përgjithësi, në standardet që ju i keni ndërruar dhe keni punu shumë për to?
Kështu na ku kemi qenë, mirë jemi, ku dash me konë s'jemi. As kënë s'jemi. Ja, as kënë s'jemi, jemi, po s'jemi. S'jemi ku në mendoj që ke mujtë me konë me potencial. Një detalj për famë, të edhin që unë e kom që vetëm kom arrit në Dresden, mi që universitetet më eminent Gjermanisë. Studentet në praktik, me djetare, o ata mi më fuktu, e profesorët eminent e kjelte e tjerë më kanë thonë, dia teorike studentët ju është barabar me të njët. Praktikin e keni dëvë, dhe më na i ngarkojmë me teorira pa nevëshme. Do më thënë praktik më shumë. Kurse do dia praktik, është dhe nivellet e ose që tyre. të thoni që ju dia aplikative, tashmë këtë rejtë. Dia aplikative. Po. Adin, mi mësu që ka e duhet për jetë. Për jetë e profesion. Si shef profesor sot studentët tu që janë bërë mjekë të mëdhej, emrat mëdhej, profesor, kirurg? A mi numru emrat ajo? Ki shumë, bo mi numru teri? Jo, për disa tjerë të tjerë, Sami Saliu, nga ndim domin, Mërgime Prekazin, Zana Bajramin, Jehona Mreqicën, e plot tjerë, ata janë gjithë kanë mëri nivelin tanë, një profesor është i mirë, sa ma shumë zanës mirë. Ajo ke vonë vejtës atërë? A ke qeni vështirë me vonë vejtës, apo? Vejtës e në veç vetit, ja. Do më në kam një aty dhe që më ndi vetën që kom plëcu një dëshirë, një obligim të i vendit në përmes tyne. Ka atjere, unë i numërova jam në atë kryesor, ferialin e rova, për shamë ferialin për ju të një këtë. Po kemi harru dhe kanë me të hujidhëru plotë, pra ndaj ma mirë, kemi gabun gallimin që se kena marë se na i kisha dhe violinis, edhe kishim këndu. Po, përsa ta e kom marë. Janë zakon që më. E kom marë se baba e me babën në ti kanë qenë e kanë shkruj normalin. Unë e lypi traditën. E qëmon traditën, dhe respekton traditën. Po, adin pëse, traditën në kanë zhduk tjertë, elitën e kema zësu vetë nga njerë. Profesor, sonte ju kom thirë në realitet me një sebep shumë të veçantë më vete. Gjatë luftës ju ishit një prej themeluzve të shëndetësisë e luftës, po e quj kështu, në regionet e luftës, të ushtrisë lindtuarët Kosovës. Si u lindi kjo ide, profesor, apo si u organizuat, se e organizuat një sistem të tërë, nën plumba edhe me munges të gjdo gjëje? Ne, prapë do të më këtëja fjalla, gjdo shë ndohë rasisht, për kur gjësë është rasishtme. Une, të 83-ën, kom teme a vetme diktaturën shqiptare, magistraturë, tem e miksis ushtarak, e kom borë në akademi, tem pacientët i ke marë, të mundësh me fut ku i ki gjithë pacientët. Të 83-ën, të të nishën i kemi njës demonstratat, për këta, për sërbët, tamon, vidi i redentu, sta misliot. Unë jem përgatit, jo mërë. Po, do më në atë akademinë ushtarake, ku jem shkollu, ka qenë profesor Shkoklevi i madhë, ai ka qenë i linjën 36 km prej Korçës, në jamën botnor, e më ka majtë afer. Ate më ushtarake më ka vonë, e kuj kom kryjë punë, thash profesor, pse? Fa po, amanetin që ka fa, gjyshi ti, pas ka pas shqitore në Korçë, ku ka qenë Turqi, vilajeti manastirit, kur asë një dugoj që kanë dam të shqiptarët, ja ka lërë në amanet, fa, ti pa të fatë, e pava që se ka pa shqiptarë tjerë, që i vlenë. Do më në kom po teme në ushtarake. Ti pa të fatë si shqiptarë që u takove me mu, unë mbaj menda të, edhe po të kthej pak. Gjyshit, do në amanetin e gjyshit. Amanetin e gjyshit, po. Edhe plagosën i tash të u luft s'ka pas, po i bishin prej Afrikës. Plagosën Sarës përindimore, Libis, Irak, Iran, prej atyne 150 pacienta, sa kone keqe magistratura në kuadrë të armata, o konë armata tretë në Evropa, ja, i kanë atë sanitetit komplet. Magistratura jeme ka shërbi për mi bu komplet sanitar 55, po djene kom pas të gashme. Më kanë firë, i vikera që po diqka tash mu i me shqitmen, po... E kam pytje më vonë si kontaktut me UÇK-n, po a fillimisht a fillut me bisedun me zveti me... Po shqyqa, një njeri i madh, vizionar që do të formë shpetimi, a 9 nitën, 9 dorë, ngren kënë. Prezent ishte kardiokirurg i njoftën në Madalja Shari, me vlam në vetë, prenari i glasi, a ka s'ka luft. Shpetimi që i kështu e lenë përshqipin një kullerit, një djarit modern. Ka qenë ashtu? Unë pak jam gjysë i vrashtë, po ka s'ka luft, a i ka thonë 9 nitën, në ndorë, në grenë kënë, pa që i të hutën kra. S'kemi liri. Bravo, 9 nitën, me të rëtëni
vëtor, 91. 3 sulmon familja legjendare emblematike e Asharëve, më me forë zë më të manë për më ka thonë Kushneri që nëse kish me ekzistu Nobeli për flim, ata do ta merrsh. Për flim, për liri. Është 5, 6, 7. Më pas. Po, atë natën ishën, e kjo operu, pastaj... Jo, natën plëgoset Vesel Selimi. Vesel Selimi. Agja i Sultanit dhe Recep Selimit. Ata vendosin klinik. Mu më këshin qitë këta vlaznit në forza prej pune, po vjen nipi tyne Tafil Duraku, të unë nga si që e tash, po letë me folë, po vjen, unë e këshur një miki imi. Po pëse Tafili nipi tyne ka qenë? Po, është. Poeti që shkrimtari që vdis tyre ditëve. Po, Tafili e kanë familjarë. Doa i ka pas. Pra Duar Trokashe, unë e kam edhe kryus, edhe kërë. A i ka këtu të një fjani i Kaçanikut, e kremi, farmacist a i ka ndrujet, qysh më arnë maksilës qanë tëne. Tash njerën që si ke pa kur, naturën fana shumë ndishme, që së dike që e komadën kështu. Pash po, telefonova në kliniki kisha bashkëpunëtort, do të reshen flanza e arravohat. Hatigjen motat, haben, fanen, bashkëpunëtore, ashtë aty pacienti po. Të rujtë policia, e se kishë plagosën, së plagosët ajetna. E unë e përdojnë një metodë, e kom pas që du të më një javë Bajramin, e kur më qëtën për i punë e patën kajtë, një javë për para 2, fa shajtë se këfena unë. E Bajramin e kom pas ta fërt, javë, Bajram, e për kështu i kom thonë, policë, që eva trakin që ta kom donë, se e kom, fa kom këtu, a më fërshmë që një gotë pak ma tepër, ata ishin kontrolu, e qesin poshtë, e qëjmë pacientin Veselin në banesën e Dragodan privat, shkojnë live atë imobilizimin, shpëtimi për medikacion, a i qashtu shkojnë në Gjermani, s'kanë pas nevoj me intervenu se mire këmbo, edhe ka orë ka liftu si burat. Atë ju jemë dhjeri. I kini pija ta, Jo, i kini bo qëfri. E kini qunë në banes, i ka bo për medikacion, e ke imobilizu dhe pastaj në Gjermani është operu. Jo, s'ka pas nevoj me intervenu. Hiq? Qashtu shëru? Mirë, prof, jemi këtu, te lufta. Do më në kërbo, kur prapë është interesant mars, kur acaru puna, po për në të tetën, kur për i me që u bo, kanë orë, kanë thirë. 5, 6, 7, familja Jashari, edhe pastaj me 24 mars, familja Haradinaj. Po, në vendinjën teme, do më në atje kem flijimin që shqiptarë t'jepen gjëshka për diri, e këtu të rëgu që e armata e treta në Evropë ka qenë, mas armatës Turqisë dhe Rusisë, mamaveja që e mundet. Dhe më në kanë të rëgu se... Që ku luftohet për liri mundet edhe ajo. Po, mujti. Profesor, si kontaktut me UÇK-n? UÇK-n? Se duhej me bashkëpunu për me e njës me i ndërtu pika. Afrim Blyta, dhe punon një mam, i Vufaj, Ulaj. Po, ata kanë punu bashkë. Ata në jetën private, ata që më dojnë Qujnosk, ata në shkort, ose më thyrën gjysnate. Fa profesor tash, unë në bazë zani ti dallaj njerës, atë që zdi me kënu, zani folë ma shumë se tjera. Fa, më fanë profesor, që e vikera që duhet me konë gacem, no? Fa, na duesh, në takimin Galaksi. U lidhet me UÇK? Po, në përmes, përmes cilave organizata, ju pastaj se ju keni shfrytzu do makina, do organizata, kryshin e kurqe... Jo, ata na kanë shfrytzu, qërtash. Lufta në Kosovë ke ashen dytë, asëve lufta e ka regullë të veta, sa mo kryqi kush në dëkëmtar nuk mujke me pru mjek vullnetar që ka pas, se ishë frikë që kanë me pësu. Po, kanë më vra. Po, hera parë një histori, si kryqi kush në dëkëmtar bën ekipër me mjekë vendor. Atë kontakte ka vu Ilir Tolaj, me shpëtim robej, në përmes Sarandës, edhe asaj vajzës tjetër që kanë përkfisht, qashtë të fëmelu, se fillim kemi shku, po, kur fale. Nga dishmeria juve e jashtëzakonshme e juve, ja? Po dhe e profesorve të mi, edhe doktorve të tjerë, që i qëndruat absolutisht deri në fund betimit tuaj, po edhe afer ushtërisë lirimtare të Kosovës, edhe aty në ati populli edhe unë e thash, në ndërtimin e pikave të spitaleve të arshme, në për male, në për... Ne im në do më në të njëtën, mas asaj dytën, me shpëtimin, po ma tjerë,
kem nis mi përgadit pajisin. Shpëtimi ka qenë iniciator, ke marrë në garazhën time që kom pas një 200 metra. Mi përgadis pajisit, i marshi ku mu ishi? Jo, normalisht, i bleshim, mas aparatin për anestezion lëvish, për aparatin për anestezion me qenë lëvish me marrë me vete. Instrumentet kirurgjike, në bazë të asaj që kishin një parandjen, a iniciator ka qenë shpëtimi. Shpëtimi, në për male kur shkonit, e në për vende ku ishte vendosur u që këja, i takoje studentet tu? Po, aja është dëman ka qenë mashtore, kanë punu, ma vonë një kirurg mashtore facial të mirë, me sti për në vendin Arsim Kelmendin, e tjerë. Për çdo vit, në qëto 26 vite më pas përfundimit të luftës, në këtë muaj të tetorit, të shohim shumë me ma shumë energji, me ma shumë lëvizje, në çdo të sep, me të drejtë, në atë pysim, profesor, thua se absolutisht do të përkujtojmë se meriton dëshmorin e kombit Shpëtim Robajnë. Si kujton njohjen me Shpëtimin? E kishe student? Po, bashkëpunëtore me i të fort. Me Shpëtimin i kom kalu 15 vjetë. 93-ën e kom njoftu karë si pacient, ka pas një cisë që i kom intervenu, ma vjen e bjene bashkërtën për 88-ën janë nisin të në 10 vjetë punës, janë vjetë më dhe më thonë se për jetën teme. Aj, këtë, dhe më hëndë, kër e kujtojmë ata, ka ra me 30 tetor, në 88-ën, por ndu me a kujtu 15 tetorin. Po, se insistoni ditlindjen. Se njerës t'ilë... Pse ditlindje në jo ditën e rënjës? Se njerës t'ilë kanë veç ditlindje. Veç ditlindje. Ata kur nuk shkojnë. Dëshmorët e kombit nuk kanë datë të vdekjes. Në momenti kër e humbët mikun tuaj, studentin tuaj, doktorin tuaj, Shpëtim Robajnë, si e manë mena ditë, prof? Kur nuk shlyet, se nëse shlyne nuk kemë në vasmoj. Për më kujtojtë Charlie Chaplini, vëllësej, when I cry, I want to rain. Po, a momentin e fundit a një natë për para, që i ka para pa që dikush ka më shku. Jo, momentin e rënjes, po, dhe lirisht thuj edhe... Natën para, interesant, ne im në një ditë për para, jo, kër kështë emisionin, ullëshim u konë kafja e njoftë në Martinit, ka shi ndërtesës kryqit kështë në tërkontar, nej e këntëshit. Po atë natë, si më parandjeni, u më lejëm një natë për para, të Iliri, Ceni, këtë që imi konat ekip, Ilir Tolaj, Ceni Bytyqi, Shpëtimi, këj doktori që i Prëshevës ka qenë me ne. Timeraliu. Po, se që ka... Këtu, po rrim, po diskutojmë, në pa të nështijeve ma heret në përfusht mina, në pa të njujtë me snajper, Shpëtimi kështu fa. Unë kisha një obligim fa, jo nëse do të më shku, unë se mi fotografu familjen Masakra... Deliaj. Bravo. Deliaj. Masakra. Po, bëre përgatitim aparatin, përmenim ma vonë, pa jo do të më shku se arë njerës të zyres Amerikanit do në i kem fotografu, pa që dikush kemi hongër. Pa ti du... Fa mi këqyë regullën ti, pse isha maj vjetër. Profesori. Pa plus si nëzanë si Beograti, bëjtë humor. Fa si maj vjetër, jo më e ka pas një fjallë beder, përdin, fa jo më ti dush më nu se ti shku të sana, kanë mi jarru njërës, atë pjesëm të shku pa ata mas libri. Sikur parandjeni. Po, kur nisëm në atë rrugë, dhe më në putën fushmina, unë kom shkel 4, aj 3 herë, e kom sfigu në atë emisionin tjetër, kur ka eksplodu, e mi shku e kem gjetë, ata e lirin, atë këto është një detalj, a këta të kryqit ku që fanë më zderni për kjerë me ornu, zgudzoni me do. Pa shurnes ati ju vëzglen, për nesë i kemi misht. Prit ati momenti, është ndru ligji kryqit këtë në të kontarë. Do më në fush mina në lukuhin, jo më këthy në fërkamp njajtë. I prum aty, kjo kështë e gjakderët mrenë, Shpëtimi se më ndusë në pa... Sa të lëndohë dhe Ilir Tolaj? Ilirit, më rejë, këta të 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 Iliri kishë vime se ju lëndu nervit supra ka vime e në farë Britanis, e këshu i mërë s'ki kur gjohat, se më fash, e Shpëtimi, që e kom shkru me këtu fjallë për njëtë, e fa osë, erëm për pacienta, u bon pacienta,
erdhën për pacienta, u bën pacienta. Ja, kështu pas ka jeta. Pa, kur dom, fush, mina me meti, duhet me spigu, më na bu humori ti, i meti këpuca. Pa shko mërë ma këpucën, ma shajtin veti. Se komunikoj ke se shejmon si, Irlanda zi kryqit kush, vazë koja spigo, është crazy man, shkoja pru një këpucën, a fa që tash mu i më rahatu, e fa, që ka që pa të jamja, me nuk qenë ka fështirë me vdek. E më bëllë sytë për shëmpon, vazhdo një misionin. Të në fjallit të fundit. Tash për e krym ata, për qela ati ka qenë ma vështore, e këqyrim ma vonë, e mora dy detyra tona për bëtë së zeqë. Pa mere memlin, gjallin e shpetimit, në banes, se konë shumë i lirën. Shpetimi ka pas një interesant. Me baba në vetë të vërritur bë këshok, qashtu ka një fmit mi bë shok. E ka pas gjallin shok i liu, e shkën Rianiti me gjallin jam shkollë, tash kuptohet mi tërgu, Fabian doja edhe të mi tërgu. Doja ansari, shokë jam. E merë edhe i tërga. Në telefonoj ke profesor Musa, ta kolegë që ishin jashtë. E duke meru i telefonin, ma vonë bëca zesh, e unë ja thot, jo, kem bëndos, Osman, ti mi fonë që e shokë. Unë isem me nxez, me dy shokë me kërë, dhe detale për eki, këm rrim, mënë se me shku ka banesat, ku e kanë të posta re, shkun ka Sofalia, ku ka pas. Pa, a gjasë unë ku përshkojnë. Pa shumë e mli, ti keme pa vapë në pa shok. Ma o konë me, fa qyshu bo a jetohet pa te. Kërë nëjtë, qyshu bo a jetohet pa te. Bo kajta. Po kur me forsim ko? E i fort, profesor, Po duket se po. Apo? Po s'ka njerë që s'ligën në momente duan. Sigurisht. Ju pastaj për vitet tëra keni bërë shumë që ky njeri, kjo figurë, ky doktor i liris, të përkujtohet, t'i bëhet busti, të shkruhet për fatë mirë dokumentar për të kanë bërë dhe mediat e huja. Është filmi që është qyrë mas shumë të në botë, bërë aja që ka bo Mike jam më karë masurët në ka vizitu, tjetër Nancy Durham, unë e fësha ki diqka me Edith Durham, po filmi që ka qyrë në mbi 50 televiziona. Në dy fonet moja në atë film, vizet të pushina, unë të jongë është ha mas shumë të mirë, se është fania këj fatë shpetim, në të shumë më spit, duhan e pike, hajke cigaret. Unë ka pak e pikë, fa am mrit plumi shkaft, sërbit, okupatorit, a kanceri mushejit sejnë, është njëtë. Kur shkeshin e për tërën e ka pas optimizmin e pa fyshën, për racional, shpijat e djegne, e fejke, a pishe, interesant, ne e më qyri, 90% shpija o djegne o gjakët këtë kanë metë. Fejke ka shaj si keme fitu. Që na kemë më këthyri. Do më kresë shpija rënume, lejle këtë rishën atë. Ku ka tëm ka jetë, ku ka zjarë ka jetë. Ta jonë simbol që jonë fjallë, atë e shpetim, fejke na kemë fitu. Deri sa kemi folë, regjia na i ka dhënë edhe fjalimin tuaj që keni mbajt ditën e varrimit dhe sigurisht e keni pas të shtirë dhe nuk po du me të këthy ma të lotët se minzorë dhe mua. Mundesh ti me ledzu nëse dënë, që kua? Kush mundet? Jo, ti mundesh. Unë nuk mundem, profesor. Po kush mundesh e pja dikuj? Na ka dhënë regjia se unë nuk e ledzoj dot. Ani, mere... Unë të lotët jam më i ligështuar se sa ju. Se mësu se jam? Se mësu se profesori. Sa koni ma shpetimi, kur vishin komandantët e bën stilit që të thotë. Dhe më një komandantët të mund kanë vizitu, nuk urshin me pi kafe me mu, pa shku të fotografia shpetimit.
A mund kamera me qitë që të? Pa tjetër. Që e maj qështu, dhe mon... Pa tjetër. Po jep kamera, profesor. Vizit, dhe mon respekt. Absolutisht. Kur nishin për vetën të. Unë kom folë se nishë Jugoslavi që në bërë lufta të i kom shokë, Sloveni në Kroatësi në Bosnë. Sloveni faj kena këni fru 7 dit e po folim hala. Kroati që konë profesori me marë, Viragu ka nuk ta në shkruj recenzionin, pa shkruj libën për shpetimin. A i fatkësisht ka vdek, më në atë amanet. Dhe më në kuadrë mas tibe studenta, u kuptohet? Kam më shkruj ma i vejnë. Librin për... Po, këj ka me qenë sigurisht kryesori. Na kemi luftu 7 dit, na kemi luftu 3.000 vjetë, profesor. Po, e mershin fundin. Këtë luftën e fundit e po qenë shpërbarën Jugoslavisë, këta po qenë për qëtë. Profesor, çdo vit e përkujtoni më shumë për kushtim, doktor Shpëtimin. E çfarë dëshironi për brezat e rinj të dinë për të, që të mos e harrojnë kurrë? Jetën dush me këshyre gjithmonë kënë ki pas mas. Se pa njoftë kalumen, nuk e kupton tash e shedin ku kime shku. Nëse i harrojmë, jo veç Shpëtimin, se na për Shpëtimin kënë në forë ta kamëna malku për e një. Kamëna malku për ndia. Nëse i harrojmë vetë atë tyne. Ose nëse i harrojmë, kemi në konë gjikun me i përsërit. Atë ka ndryshu lufta si njeri? Qarë kuptimin? Ndoshta mënyra si e shikoni jetën, Shqa, njeriun, dashurin, venin. Kështu, njetë trim s'kom qenë, në luft. Trim po i gudzim shumë kom qenë. A jenë konë gjakujt, haradinajt e ata, fshatyt? Po, jo, gjëhat jemi bashkë, po, aty trim s'kem që më konë, po i gudzim shumë kom qenë. A i gudzim shumë ke qenë? Më tut, s'kom dit, jo më frigus, s'kom dit, po e rujt. E vetëm një gjatë që e më frigu në botë, ale një jetë i fregona, mos më tërknu, e kom arrit. Mos më tërknu. Mos më korit. Mos më korit. Në zaspe, këta i kom arrit, se kom pasë, i pagabushëm, veç përëndia është, e kom në gabim, po që tu i kom 3 shtylla amanet për prindë. Cila është gjaja me thjesht që ju ban të lumë për sot, masë që thyre betejave, edhe profesionale dhe jetësore? Kem jetu në kona kërë kriju historia, në kom në këtë po kom jetu me njerës të në bo vetë histori, si Shpëtimi. Kom arrit me ngrit një kuadrë të mirë profesionalt, me styne edhe 3 mjekë, fëmijët e mi që janë mjekë shumë sukseshëm. Në më gjenatën e fundit të i shkollu tash, e këto në Shqipni, një 4 nëzanës për kirurg, mas nesër kom me gjishtu në post-diplom, në specializim se këtu do pëngesa ligjore pa live. Do më në besoj që i kom kontribu sa kom mujtë. Po e bukura që po shkam në Tiranë shpesh edhe po realizoni janë ndër të vjetër, se të gjithë kemi dash në vitin 81, 2, 3, mëna pas lonë në shku Shqipni, e mos mëna dhe nuk hejt ishim shku. Tej, lagën time, shokë që ishin autokton qytetarë, Besim Agusholli, Tajri Gjikolli, shpesh që më afer kufinit, ku i këm pasën e dajte me pas Shqipni. Profesor, nëse do të mund të këthenit kohën, mrapa, a ka diçka që do të bënit ndryshe? Apo çdo plagë e jetës ka qenë pjesë e misionit tuaj? Plagë e kisha Shkeroveshkën, në profesorën e fiziologjisë. Jo, çdo ramje e kam gjikut jetës, ka forcu. Ka forcu. A do të bëjë ndryshe? Jo, veç kisha shkele ma forte e ma shpejt. Ma me trimëri apo? Fast, ma gudzimshëm. Me pas ditë që del qështu? Se pjekuria është menqëria e eksperiencës. Pjekuria është menqëria e eksperiencës. Ka që ndikë të në tjetë sa që mëra me bërë. Dhe për fond, profesor Inderum, çfarë mesazhi do t'i japni trive të Kosovës, mjekëve të ri, studentëve, e ndoshta kujdo që megjithatë ende beson se njeriu mund të ndryshojë diçka të madhe me zemër e me dije. Rinisht, përgjithësi, ju jeni pasunia, begatia dhe perspektiva e Kosovës. Jeni pasuria ose begatia dhe perspektiva e Kosovës.
Profesorin S'pi ofrojmë sa duhet. S'pi ofrojmë sa duhet, Po, mendon? unë personalisht po për në përgjësi, shoqënia si shoqënia. Shoqënia jo mjafton shumë. E fundit, s'ka gjë ma shtru se një qemerat që vanë për studenta. Pidin kush i va. Ajo është tufnuse, sa ta nuk blenë për 100 euro. Profesorin të rumë, sa bukur që të kemi, sa bukur që të kemi pas në përkejt të kaptina tjetës, që na kënë ndihmu të formësohemi qatë sa mundemi, edhe ishte mrekullisht të kisha musafir. Ne qëndrojmë her pas herë, vazhdojmë si student jetën ka me të pas profesor. Si studenti me profesorin, por e bukura është që kam dëshirë kështu të vish her pas herë e të na thush gjërat bukura si që na ke thonë sonte. Të kërkoj të falur që të kam prejkë në vene. Po kem forcon. Po ku na i kënë zjerë dhe lotet. I til jam. Artificial s'mu i mu. Unë si person, unë mundova të shpetoj nga lotet. Nuk shpetova, po mirë që s'hyna në një fazë ku me fillu me qajt nuk nale ma. Kështu e kam? Jo, s'ka si fazë. Falenderit shumë. Sa erbin jetë, nuk o më rëndësi sa është zosh, sa ngushtosh, po sa është lirosh, sa si ngritesh. Edhe si ngritesh. Ishte knaqësi, falenderit profesor. Po me pardon këtë, të dyja pjavlu, Qka janë këto? Kanë Bian. Bian? Bian. Nga fabrika lëngjeve Bian. Bio. Pjesë e korporatës Besimi Komerc. 100% natural, 0% sheqer të shtuar. E garantuar mere bob, se ke u plonjët. Edhe? Mund është mu dehidru, këta më fushot shakanis me premtu. Po, edhe të marin këtë. E gjithë në Gjermanin, Zvicër, në Suedi. Ka shku vërteta? Ka shku besimi e shetë në Kosovë, besimi në Zvicër. Dy besima kryojnë besim, e zbioni për pora. Të lutëm. Lje, bob, që e për ma vujtë. Kapitalistë të pjarit. Këteva shkova të shpia. Po ta pas ka dhez motorin kjo bioni? Po, nga ma bob, 100%. Natural, jëm bia. Nga më najmë, jëm hitë e shpia. Edhe? Kom të krejt lëq. Po? Bia të shishtri e këshin shu televizorin kup qilës. Tha shka u bu, hajde vla se pe qesin ma halën të në televizor. O, Bob, nuk e njefsha ma halën tem. E këshin gjiru me drënë. Ne kemi investuar në këtë logje. Zdisha, Bob, a mi besu qizmëv këtë lëq, a mi besu drënit të atymve. Diska po? Në që të këni besu. Ta shu e qika, që të me një kanal tjetër e kanë qitë tjetërën. Kur janë një si njoni, do t'jem zëri juaj. Hynë unë, 4 vjetë të konë komun kërkush zonin se ka një, aj do t'jem zëri juaj. Po mësu tashe? Qup! Që janë një kësha rrugë zgjidhë? Ja ku morë bia vdiketru, një javë shyma televizorit, thasha le zënaj kush këtë shpi, edhe shka jashtë e lidhe që janë kur im këthim rena. O, mos larë zoti pa bia. Që? Ajo shpi që nuk o bia, nuk o shiret. A ka ishin O, ishin shtri bashkë 8-5. E këshin morë një librës, i këshin hy për mi asaj librës. Ledzë njëna një vjersh këtë 4 e ngëshin. Njëna e ledzë ke një vjersh këtë 4 e ngëshin. Kur erë të feta tha kjo është liber me poezi. Tha e ka shkru Reja Amerijës. Në në qitër në kështë këtë shkëtë. Edhe bijat? Po, bijat e dishin e ledzeshin, ja ka shkru Reja Amerijës, ja ka shkru Reja Naimit. Jo Reja Amerijës, jo Reja Naimit. Tha shtëp. Nalëni. E ka shkru Tringa. Normalën e, ajo ka identitet. A thash, ju ka zënë ma kini marifet. Kur të dikush nalën, dhe një më nalë. Unalën, a em. Edhe, si janë të libras, i veç ja ku morë librin, ja ku mdhejës televizorin. Tringa në televizor. A di që shbëjtje? Kështu që, ne nuk të bëjmë dasëm, a i dha pse se dasëm nuk të bëjmë, se dishti më duke si kure përsëritur të them të drejten. Bia që kanë qi, ja,
pas kanë kallërin zhijën, s'me për kanë dopë. A ti e ta e mesme? Ta, o vla, po full ka gramatik ma mirë se na govci. Normal të është full se ka lezu. 3 vjetë ka lezu për me për një libër. 3 vjetë s'kom vëgë të na e më shumë mjëtë moja. Edhe një bje e mja e meqme. Haj se virë vetja ka bu. E ka mësu se e kini që është të nlojme. Për ne, për ju, për të gjithë. Fleni mirë, nga një bukur. Ta e ka në shtru të shtisë, s'ka me full atë. Atje? Po të është kjo shkon pak me të leme, nuk shkon veç me të leme. Se për mu të ta shtili zej që pra të poezit, a vlo, për të kalzej drejt. Këtë poezi këm ledzu, se kur s'ka ledzu një beju, nëse ka një është kështë rrafë që ka posë. Tha, ma shumë këm ledzu, thesha, na për poezi më spegjoj rasesht recetën e kremave të mirije. Mirija të arrën kremë receptin. Arrën na imi në raport të më tystë arrën kremë. Po dhe ma harru receptin e din ljura. A o që shtë në em. Edhe na em. Pa qëfar të harru me na em. Edhe tash më se bo marak. Se mirjen nuk është e regullu bash shumë ftyrën veç krema. Po edhe burri vetë e jabën me dashuri. Ajo, lutëm. Ta shekollë librën. Leca librën. Poezi. A kini me librën me vete? A kini librën me vete? Po, që të ja ku mora t'je bia, ta ku mpru e letë. A po?
ynë, është miku i Odeonit, është miku i këngës, miku i shqiptarëve. Jeton e punon e vepron në Zvicër, por gjithmonë zemra e tërheq, shpirti e tërheq, e zëri i tij këndon shqip. Sonte vjen për të promovuar këngën e tij të re, për ju, për ne, për të gjithë, Meti Bërbatovci. Hajde Meti. Mirë se erdhe. Si e Meti? E Meti qëndrojmë këtu ma përpara se kemi ndryshimin më mirë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për Si përkraje. Si e Meti? Mirë. Ç'kemi nga Zvicra? Valla nga Zvicra krejt mirat. Kur ke ardhur? Që 4 ditë. A kanë zgjedhja ata në hera, po... Jo, ata i kanë kry. A një herë rahat janë, i kanë Një herë kry, jena mirë anena. Po që tash është bukur se një numër i madh i shqiptarëve edhe po konkurrojnë, besa dhe do po kalojnë, kjo bukur, ë? Po, normal, shqiptarët kanë përparu, gjithë punë. Bukur shumë. Sonte jemi këtu për të promovuar këngën tënde më të re. Po. Që e kanë bërë kush me ti? Besnik Zikolli. A, Besnik Zikolli! Dhe keni bashkëpunuar më herë, tekstin kush e ka shkruar? Tekstin edhe komplet këtë kongë ka buaj, po pas kongës fundi që kom pas një sukses ko gjatë mirë me kongën Luj Nafije, që është ndëgju atë shumë, thash sa është... Ka Lujti Nafija, mirë, a? Lujti, shumë mirë ka Lujt Nafija. Për drove, heci e në... Tona, kështu që thash mos të la hekrin më ftuft, të bëj edhe një. E kjo quhet? Dridhe Nafije, edhe kjo është. A shpej Dridhe Nafija! Bukur shumë. Bukur shumë. Vazhdon të merresh me atë punën tënde që ke pas shumë kreative me Miss Mister. Me Miss Mister me këto. Po ndëgjom unë gjithmonë veç e bëj për zgjedhjen. Pastaj të tjerë të vazhdojnë. A pastaj vazhdojnë të tjerë. Mbarrin pjesë shqiptarët? Po. Shqiptarë që kanë lindë atje, jo ka shumë, sidomos si vjetë kena pas shumë. Ende s'kam pas fatin diçka me bo shumë të madhe, me fitu, po jena vytë. Po. Se të është bërë një numër i madhe shqiptarë, është normal. Të gjitha segmentet kanë prosperu, kanë hecë, doktora, profesora, gjukatës më duke si dhja ka, po jurista, avokat ka sa të dush. Sa dush. Po bukur shumë, bankier, kam përparu. Kompani të fuqishme. Ju jetonin cilin qytet fix? Fribourg. Në qytetin që flet frangjesht? Frangjesht. Sa va? Ça va bien, toi? Très bien. Très bien, mais ça c'est bien. E po Meti, e ke bën klip apo do ta bësh apo? E kom përfundu dje klipin, kështu që do del këto ditë. Këtu kom marrë me promovu, ju falenderoj shumë juve ne, që jeni gjithmonë për mu këto. Kështu që shpresoj mi Ne jemi bashkëpunëtor, në botën artistike jemi bashkëpunëtor. Normal. Pastaj je miki i Odeonit, miki të Utës, i Vikit, i Mirijës, i Lorës, i imi e i të gjithve, kështu në... Falenderit shumë. Edhe besoj që sonte do të vallëzojmë. Do të duar të rokasim? Po. Do të dridhim. Do të dridhim bashkë. Se bëllë e lojtëm. Unë të dëshiroj gjithat mirat e botës, me botën e këngës, e të artit, e të jetës, edhe e bukura është se ta shishkoj me vim kur dojmë, shpejt, për një orë 20 minuta. Ta shpo një kafe, mu një marrë. Mu një marrë dhe ju. Na po vina, po jo. Marrall. E promovojmë? Falenderit po. Skena për ty, Meti Bërbatovci, Dridhe Nafije. Falenderit. Dridhe Nafije po nal, knaq më zemrën tije, si tukat nana të ka, lumë për ty, mashallah. Dridhe Nafije po nal, knaq më zemrën tije, si tukat nana të ka, lumë për ty, mashallah. Mashallah, mashallah, ty po të stojna valla. Je e mirë, lume lumë që t'kina na.
Mashallah, mashallah, ty po të thojna valla. Je i mirë, lume lumë që t'kina na. Drit dhe na fije pa nal, knaq mal zemrën tije. Si dukat nana të ga, lumë për ty, mashallah. Drit dhe na fije pa nal, knaq mal zemrën tije. Si dukat nana të ga, lumë për ty, mashallah. Si dukat, te kanona për marat. E një si rushe ombën shumë, te kanona krit lokom. Si dukat, te kanona për marat. E një si rushe ombën shumë, te kanona krit lokom. Drit dhe na fije pa nal, knaq mal zemrën tije. Si dukat nana të ga, lumë për ty, mashallah. Drit dhe na fije pa nal, knaq mal zemrën tije. Si dukat nana të ga, lumë për ty, mashallah. Bravo! Në këtë ditë më shumë të freskët, kur e kemi shumë gjemë se në nej, dhe pa në kohë Leora i thash, ta hoqa nuk të frynë morë. E bërë zikë e tëra, flenë mirë, ndroni bukur, zgjohuni në pace. Natën e mirë, miru pasin jam e tjetër.